Kanë shënuar vitin 2025, apo jo? Flora, edhe njerë përshëndetje, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi Agron për ty në studio dhe për të gjithë shikuesit. Po Flora, po ta kalojmë linjë me njerë, sigurisht e ke edhe një bashkëbisetues aty, apo jo? Pa tjetër Agron, përderisa dhe jo e kishët edhe një mysafir në studio që e promovuat edhe një libër të shkrimtares Hyla, që ishte ëndër në zarf. Ne do të vazhdojmë për libra të më të lexuar për gjatë vitit 2025, ata të cilët kanë qenë më të kërkuarit, sa është rritë ndoshta edhe leximi për gjatë këtij viti dhe cilët janë ato zhandrat që kërkohen më së shumti nga publiku kosovar. Këtu pranë vetës për të diskutuar më shumë kam Elvin Blakaj, koordinator në librari, që do të na jap ato informacionet më të detajuara. Mirëmëngjesi së pari Elvin. Mirëmëngjesi edhe juve, dhe ju faleminderoj si çdo vit për prezencën tuaj në librarin tonë në këtë fundvit, edhe ku do të diskutojmë librin me gjithë shef. Patjetër, Elvin, cilat kanë qenë ndoshta ata titujt më të kërkuar për gjatë këtij viti? Viti në librarin Dugaxhini kalon në disa faza, edhe në disa pjesë ku libra të ndryshëm kërkohen gjatë kohëve të ndryshme. Në gjithë vitin është një lloj libri i cili ka kërkesë gati universale, dhe ato janë librat për fëmijë, ku prindrit i blejnë fëmijëve të vet tregimet e ndryshme gjithmonë të bukura, të cilët pasqyrohen edhe në librat që i kemi brenda librarisë. Unë kam zgjedhë dy, një të cilin e kena ndoshta njërin prej më të kërkuarve të vitit, që është një tregim shumë i bukur i një pinguini të vogël, i cili tregon bukurinë e të rriturit dhe familjen së bashku me të, me ilustrimet fantastike dhe një kopertinë të bukur. Dhe në të njëjtën kohë kam dhënë një libër të ri, i cili nuk është më të kërkuar, por që reprezenton shumë bukur fabulën, si njërin pikë kërkesave më të mëdha, dhe kjo është libri i ri i Elia Zaharios, që e kemi promovu edhe dje, i cili është fantastik dhe tregon si rriten fëmijët dhe çka është bukuria e së mirës kundër së keqes, që është njëri prej gjërave bazike që tregimet për fëmijë na reprezentojnë. Sa bukur Elvin që e nisëm me librat për fëmijë, sepse janë gjeneratat e reja që duhet i kushtojnë edhe më shumë kujdes leximit, duke pasur parasysh tashmë edhe këtë pjesën e teknologjisë dhe smartphone ndoshta që përdoren në mënyrë të tepruar nga fëmijët. Ju e prezantuat dy libra që ndoshta e kanë parasysh edhe në qoftë se dikush ende nuk e ka lexuar, sidomos tashmë në këto ditët e fund vitit, në atë ambientin e dekoruar, ndoshta me drita, të lexohet qoftë nga prindë, qoftë edhe nga vetë fëmiu, një pjesë të librit sa bukur do të përfundonte 2025. Po sigurisht që ka edhe titujt e tjerë të librave të cilat kanë qenë të kërkuar për gjatë 2025-s. Nëse vazhdojmë me mosha dhe në kohë, atëherë kalojmë tek mosha pak më të rritura, domethënë fëmijët që janë filluar të lexojnë edhe vet. Edhe gjatë vitit aty kemi dy libra ose dy grupe të librave që lexohen më së shumti, dhe ato janë tregimet e lehta që mund më reprezentojnë në mënyrë shumë të mirë për njëri për librave më të shitur që i kena pas si vjet generalisht, edhe për trive dhe për të vjetërve, është Princi i Vogël. Kjo është botimi i librarisë Dugaxhini, një përkthim shumë i bukur nga autori francez Saint-Exupéry, i cili libër tregon prallën e një fëmiu i cili në mbretërinë e vet të yjeve fillon të pyes veten çka është më shumë se vendin në cilin është rrit. Tregon se si një fëmijë mund të zhvillojë veten dhe si mund të çojë në të ardhmen mendimet e veta për ndryshimet që rritja ja bën. Është një libër fantastik i cili mendohet pa të gati për çdo moshë, por e kemi pas njërin prej më të shitur për fëmijë të ri. Dhe i dyti në këtë rand është një libër edukativ. E mora si reprezentimin këtë mrekullia që është përkthimi i Pallacios, i cili i shpjegon fëmijëve si të luftojnë kundër bullizmit. Njëri prej problemeve shumë të mëdha në çdo shoqëni, sigurisht edhe në tonën, dhe me këtë libër reprezentohet si të luftohet dhe si të kundërshtohet bullizmi në shkollë, në familje. Një libër shumë edukues. Shumë edukues dhe shumë bukur i shkruar, po ashtu me ilustrimet e veta brenda. Dhe këto e kena pas në pjesë edhe si lektyrë, por e kena pas në pjesë edhe si kërkesë direkte të prindve, që t'ju mësuan fëmijëve një gjë të bukur sikurse është luftimi kundër bullizmit. Dhe këto i dyjat i kisha reprezentuar si dy ide më të mira që i kena pas. Normalisht librat e tjerë ka gjithmonë që janë lektyra, por unë e deshta diçka që i reprezenton ato në mënyrë më të mirë, besoj që këto janë reprezentimi më i bukur. Sigurisht ka edhe tituj të tjerë, por të ndalem një herë tek autorët, përderisa e përmend edhe një autor francez, dëshiroj të ndalem tek kjo pjesa, kërkohen më shumë libra të autorëve të huaj, të autorëve shqiptar, si ka shku kjo 2025. Janë disa autorë shqiptar që kanë kërkesë gjithmonë dhe i kam dhënë edhe këto disa prej tyre.
por generalisht autor ndërkombëtar po kërkohen më së shumti tek ne. Përkthimet e tyre po edhe librat në gjuhët origjinale që i kanë posaçërisht gjuhën angleze për të rritur duke fol. Në letërsinë shqipe në këtë vit e kena pas reprezentimin e Lia Ypit me librin e saj të ri, të poshtruarit, i cili është njëri prej librave në letërsinë shqipe më i kërkuar vitin e kaluar, një tregim i bukur biografik të gjyshës së saj, e cila e reflekton edhe librin e pjesës së parë, që është Fri, i cili u kon bestseller sigurisht për disa vite, jo vetëm në librin tonë, por edhe në tër anën shqiptare, ku edhe ky libri po ashtu e ka një gjë të tillë. Por autorët generalisht që kërkohen më së shumti tek ne janë autorët klasik dhe autor historik, ato i kena prej moshave të gjitha, po janë të fol për moshat e rritura. Prej autorëve klasik e mora një referencë dytësore si Dostojevskin e mora, kjo është Botimi i Eugenit, por nuk do të thotë që kjo është libri më i kërkuar, po ky lloj i librit kërkohet më së shumti. Unë e mora Shënimet nga shtëpia e të vdekurve për shkak se është libri i parë në serinë e Eugenit, po kjo seria është njëra prej më të kërkuarve që kemi në librari, për librave klasik, dhe është njëri prej tregimeve shumë të bukura se si vetë Dostojevski e kanë bjetu gullagin e vet. Është një tregim që tregon shumë dhe mëson njerëzve të jetshëm. Prej librave tjerë e kemi edhe autor Nobel, që e kanë marrë çmimin Nobel, e mora si reprezentim Gabriel Garcia Marquezin. Libri i tij në 100 vjet vetmi është njëri prej librave më të kërkuar që kemi gati çdo vit. Domethënë, nuk kemi diskutuar, po gati çdo vit do e keni ato në ndonjë listë librave të shitur. Por ne zgjedhëm me marr shimin në gusht për shkak se është libri i fundit i autorit që e ka shkruajt, so kon gjallë dhe derisa autori vet ishte njëri prej njerëzve më të njohur në letërsinë ameriko-latine, tash ka dalë është ka bëhet i njohur më larg se çaj libri kryesor i tij, dhe po lexohen librat e dytë. Librat e dytë, njëri prej librave dytë më të njohur është Shihemi në gusht për shkak të efektit si libri i fundit që e ka botuar autori para se të vdes, dhe e kena pas edhe në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe njërin prej librave më të kërkuar gjatë vitit. Derisa të kalojmë edhe tek libri tjetër që e keni bërë për zgjedhjen, më tregu pak se edhe sa ka ndryshuar edhe vet shija e lexuesve, nëse bëjmë një krahasim ndoshta edhe me vitet e kaluara. Nëse mund të them një gjë që e kam vrejt, është që po ekziston një anim shumë signifikant në leximin e letërsisë angleze në gjuhën angleze. Domethënë jam të fol, po lexohen më pak përkthimet e letërsive se sa që lexohen librat në gjuhën angleze apo origjinale, sot jetë e mundshme. Ky është një trend i cili po ndodh gjatë viteve të fundit, por po vrehet që është degenerativ, në sensin që sa më e re të jetë gjenerata, aq më shumë preferohet leximi në gjuhën angleze në krahasim me gjuhën shqipe. Nuk po flasim këtu për letërsinë shqiptare, por për letërsinë ndërkombëtare. Trendi tjetër që po vrehet është mosha e fillimit të leximit për fëmijët, që është ka reduktuar, që është shumë sende i bukur, derisa në viteve në kaluar apo dekadën e kaluar kemi pas prindër që kanë filluar blerjen e librave për fëmijë në moshën 5, 6, 7 vjeçare para shkollës. Tash i kemi prindë që janë të i lexuar fëmijëve në moshën shumë të re, 2, 3 apo 4 vjet, që është edhe si duhet të jetë ajo, dhe është një trend që shpresoj që do të vazhdoj edhe në të ardhmen. Shpresojmë edhe ne. Librin tjetër cilën e kemi? Reprezentimi i njërit prej zhanreve më të lexuar apo larg më të lexuar në librarinë tonë është zhanri i vetëndimës, i cili faktikisht flet për mënyrën e zhvillimit të personalitetit, dhe një prej librave që sigurisht që 2 vjet e kemi në top bestseller është Atomic Habits i James Clearit, i cili flet për mënyrën si mundesh me ndryshimet e thjeshta të përditshmërisë, domethënë gjërat 5 deri në 10 sekondësh, të ndryshosh edhe personalitetin tënd për të mirë. Librat si ky, të cilat ndihmojnë për përmirësimin e vetvetes, janë libra të kërkuar gjatë vitit. Nuk janë të stinor dhe nuk janë asnjë mënyrë të moshës. Jemi të fol për njerëzve me moshën 18 vjeçare deri në 75 vjeçare, në çdo moshë kërkohen librat si ky, dhe miqtë e tina që ka përplot, dhe të cilat në mënyrë shumë të bukur i ndihmojnë popullatës tonë që të ngrisin veten në një nivel më të lartë. Një lloj tjetër i librit që kërkohet pak për moshave më të shtyra, po që e kena bestseller po ashtu, janë librat historik. Kjo është Kosova e Noel Mallkomit, një libër që tash në edicionin e 5 është në çdo edicion që i kemi pas ishte bestseller. Dhe e mora për një arsye se është reprezentimi shumë i bukur i një libri të një autori ndërkombëtar që është përkthyer në mënyrë fantastike në gjuhën shqipe nga koha. Dhe si i tillë ai kërkohet edhe për njerëzve lokal, por kryesisht edhe për njerëzve që vijnë nga jashtë, tonë, dhe të cilët kërkojnë një histori, tani më në gjeneratën e 3 që janë dalë jashtë, kërkojnë një histori të Kosovës të cilin mund t'i referohen. Edhe kjo është një libër shumë i bukur i cili mund të bëjë një gjë të tillë, dhe e kemi bestseller pa asnjë dyshim
çdo vit. Libri i fundit që e kam këtu është po ashtu një reprezentues i një zhanri, por që është më i kohës, është zhanri i romancës, i cili gjatë kohëve të verës e kemi njërin prej zhanreve më të kërkuar, kur njerëzit dojnë pak të pushojnë, kur njerëzit dojnë pak të mendojnë më lehtë. Zhanri i romancës është një prej zhanreve që merret si leximi i qetësisë, që qetësojnë. Nuk do të jetë vetëm ky, këtu kemi edhe fantashkencën, por si reprezentues i mirë është ky këtu. Natasha Lesteri është një seri e librave e cila flet në mënyrë të kombinuar në mes të romancës dhe misterit, ku e kemi një zoj e cila përmes rrjedhjeve të saj jetësore mendon të ndikoj në çka ndodh gjatë tregimit, se nuk du m'ia prish tregimin kushdo që e merr, por është një libër shumë i bukur, voluminoz, por në të njëjtën kohë i lehtë, që është reprezentimi shumë i mirë i librave romancë dhe librave të këtij zhanri që merren gjatë verës. Dhe kjo është reprezentim shumë i bukur i saj. Elvin, përderisa e përmenda më herët edhe këtë pjesën e teknologjisë, sa ka pasur ndoshta interesim të marrjes së librave në mënyrë fizike, përderisa tash disa libra është edhe mundësia edhe në formë elektronike dhe të lexohen. Definitivisht ka atë klasikën mendoj që nuk e zaventson asnjëherë asgjë. Absolut, edhe të prekja e librit është një ndjenjë e cila nuk zaventsohet me asgjë. Na thojmë edhe nuhatja e librit, ato faqet e para që i nuhat është një diçka që nuk besoj që ka ndjenjë më të bukur që mund të keni. Në fakt ka një ndryshim edhe aty. E kemi një trend ku janë disa libra që dalin në kohë reale. Librat ndërkombëtar, si për shembull libri i ri i Dan Brownit, Secret of Secrets, që është dalë, në të cilin njerëzit nuk kanë kohë të presin. Domethënë ata dojnë me lexu librin menjëherë, domethënë çat sekondë që del. Edhe ajo është diçka që libri fizik nuk mund ta bëj. Edhe tani ka njerëz që për mungesës së pritjes shpesh rezultojnë të marrin librin online për shkak se është diçka që mund të blejnë sekondën e parë, shkojnë në Amazon apo kudo dhe e marrin librin online. Edhe ajo po ashtu është gjenerative. Gjeneratat e vjetra nuk lexojnë libra në mënyrë digjitale, por gjeneratat e reja po. Kështu që na çka kemi provuar me bë është që e kemi ofruar edhe mundësinë e shitjes ose blerjes së librave nga platforma jon online, që nëse njerëzit dojnë të mos presin, mund të organizojnë veten ashtu që libri të vjen çatëherë kur edhe publikohet apo të marrin kur ata dojnë ta lexojnë. Si të tillë kena provuar me bë një farë, në anglisht thonë bridge, një lidhje në mes të këtyre dy instancave të pritjes së blerjes edhe të leximit, ku njerëzit mund të marrin përsëri librin fizik, por në esencë ka një ngritje të leximit të librave në platformat digjitale. Cila është ajo mënyra apo forma ndoshta edhe që e përdorni si librari për nxitjen e leximit, ose derisa vjen edhe dikush tek libraria dhe kërkon diçka, niset ndoshta me idenë e blerjes së një libri varësisht të çfarë zhanri dëshiron, mirë po del ndoshta me 2-3 libra të tjerë. E para është që na i trajnojmë punëtorët tonë që të jenë komunikativ dhe të jenë të afërt me klientin kur të hyjnë në librari, ashtu që të provojnë të gjejmë atë që ai don të lexoj. Jo me dojmos që ka ardhur me emrin e asaj, por çka dëshiron në fakt të dalë pe librarisë me të. Po ashtu na kemi disa gjëra që i bëjmë gjatë muajit dhe gjatë vitit, që promovon leximin, sikurse zbritjet tona për Black Friday ose për ditëlindjen e librarisë, por tash edhe për fundvit do ketë zbritje të ndryshme, promovimet e librave ku për shembull Lja Ypi do të jetë në librari me 6 janar, apo që ishte Elia Zaharia dje. Domethënë kemi promovimet e librave që provojmë të fusim sa më shumë lexuesin në botën e librave. Edhe kemi klubin e librit, në të cilin e marrim një libër gjatë muajit dhe e lexojmë të gjithë dhe diskutojmë tani në librari këtu, që po ashtu dojmë të promovojmë leximin e librave të ndryshëm. Domethënë jo gjithmonë të njëjtit zhanër, jo gjithmonë aty ku e kijat comfort zone normal, por të qesim pak aty dhe të lexojmë një letërsi pak më komplikuar, pak më komplekse, ku gjithmonë diskutimi me partnerët dhe me njerëz rreth të bën të mendosh edhe të kuptosh diçka të re. Edhe unë si njeri që lexon si punë që e kam, kuptoj diçka të re kur i dëgjoj njerëz të flasin për një libër që vetëm se e kam lexuar. Dhe në këtë formë na tentojmë të mbajmë lexuesin jo vetëm afër vetes, por edhe afër librit. Mund të themi që 2025 apo përfundon mirë, i suksesshëm. Pas një dyshim. 2025 ishte një prej librave më të bukur për ne si librarie dhe për lexuesin besoj do të jetë po ashtu, ku kemi pas edhe numrin enorm të madh të librave, si të ri, si të përkthyer, si botimeve vendore, si botimeve tona, të cilët e kanë rrit volumin e kërkesës për to. Se gjithmonë është çështja kur e ke ofertën, edhe kërkesa gjithmonë rritet, ajo është ekonomia elementare, por edhe në të njëjtën kohë na kemi bërë çka të jetë e mundshme që çdo njeri që hyn në librarinë Dugaxhini të jetë i pritur sikur të jetë një i vjetër, dhe shpresoj që ajo klientëve tonë i ka bërë të njihen mirë. Dhe gjithsesi na ju urojmë një vit të suksesshëm me shumë libra dhe me shumë dashuri, edhe shpresojmë që edhe vitin tjetër do na zgjedhin neve të jenë në udhëtimin e tyre letrar.
Shpresoj që edhe viti tjetër të jetë edhe më i suksesshëm se ky vit që po e lëm. Faleminderit shumë që sot gjetët kohë dhe i dha gjitha këto informacione rreth atyre librave më të kërkuar, përmendjen e gjitha atyre titujve, mënyrës se si funksionon edhe në nxitjen e leximit tek të gjitha ata ndoshta që e dëshirojnë librin. Po besoj që do të shihemi vitin e ardhshëm. Me gjithë shef, ju jeni të mirëseardhur gjithmonë, edhe shihemi kurdo që të keni mundësi. Ju faleminderit juve shumë. Faleminderit Elvin. Agron, pra, kështu ishim bashkë me Elvin Blakaj, koordinator, me cilën diskutuam më shumë edhe rreth librave më të kërkuar të vitit 2025, po ashtu edhe për interesimin e leximit në këto libra, se cilët autor janë më të kërkuar, cilët zhanre. Po besoj që tashme e keni një përmbledhje të asaj dhe një lehtësim ose një ndihmës në qoftë se dikush nga këta tituj nuk i ka lexuar, pse jo të lexoj në këtë fundvit, sepse ka ende kohë, janë edhe dikun 10-12 ditë apo sa kanë mbet. Faleminderit shumë për informacionet edhe sigurisht po uroj që leximit të mos dalë asnjë nga moda, pavarësisht të rritjes edhe zhvillimit të teknologjisë, me lexu gjithmonë është gjithmonë është në trend edhe në modë. E thamë edhe ne më herët, vetë aroma e librit nuk zëvendësohet me asgjë. Absolutisht. Mirë Flora, faleminderit shumë.